Tërmeti fort godet vendin në fqinj të Shqipërisë. Ja sa ishte magnituda. Një tërmet me magnitudë 4.5 ball është regjistruar në brigjet e Kretës në Greqi ditën e sotme. Sipas Institutit Gjeodinamik, tërmeti ndodhi 47 km në jug-perëndim të Paluhorës, Hanja, ndërsa thellësia e tij fokale dyshohet të jetë në 20.6 km. Mediat greke raportojnë se deri më tani nuk ka të lënduar apo dëme materiale.